Profeti që më së shpeshi përmendet në Kur'an është Musa a.s. Prej tregimit Musës nuk mundem me një fjalim që t'i përmbledhë gjatë dobit se me të vërtet është burim i pashtjershëm i dijes tregimi i Musës a.s. Mirë po njëra prej gjërave që Allah i përmend Kur'an lidhur me Musën është kur herën e parë e ka frymzuar Musën a.s. në fi shajaratil mubaraka, tek një pemë e bereqetshme, në një lugin të begatshme. Dhe kur ka qenë në atë vend, në atë lugin Musa a.s. Allah i madhëshëm e ka pyet. E i ka thënë fillimisht, ka thonë, unë jam Allahu Zoti i bodëve. Dhe pastaj Allah i madhëshëm e pyet, thëtë çfarë e ki në dorën e djathtë o Musë? A i thot, e kam një shkop në të cilin mbështetna në të dhe me të cilin kujdesna për dele dhe kam dobi tjera prej ti. Që prej dobive është edhe ngjitja në kodër e kështu me radhë. Pra, këtu Allah i madhëshme ka di shumë mirë se çfarë ka Musa në dorën e tij djathtë. Se Allah është Zoti i bodëve e din çdo gjë. Mirë po, kjo prej dobije që përmenden është biseda. Biseda të jetë më, si thejme, më atraktive, dhe të zgjatet biseda me dashurit, është mirë që të bëhen disa pyetje për gjëra që ai ka dëshirë. Dhe pasi që i tregon Musa se për çfarë e ka shkopin e tij, Allah e urdhon dhe i thot: "Elqiha ya Musa." Hedhe atë o Musa. Dhe Musa e hedh shkopin. Dhe në atë moment shkopi shndrohet në gjarpën. Dhe kur e sheh që shkopi u shndrua në gjarpën, Musa fillon dhe ik nga frika. Allah i thot: "O Musa, afro, mos u frikso, sepse tek unë nuk friksohen profetët. Merr ata sepse përsëri do të kthehet në shkop. Dhe me vërtet kthehet. Shikoni fuqinë e Allahut. Allah kur i thot diçka e bëhu, ajo bëhet. Ai e ka komandën totale të universit. Pra, vetëm i thot bëhu dhe bëhet. Nëse e sjellim një shembulli më i lartë i takon Allahut, nëse ne kemi një lojë kompjuterike, në një simulator edhe e shkruajmë aty që shkopi shndrohet në gjarpën, automatikisht shndrohet sepse ne kemi prodhuar atë lodër dhe patjetër na bindet. Shembulli më i lartë i takon Allahut, ai thot diçka e bëhu, ajo më njerë bëhet. Dhe bëhet përsëri gjarpi shkop. Dhe Allah e edukon, e trajnon Musën që me shku te faraoni, diktatori më i madh i asaj kohe. Prej kësaj mirët e një mësim tjetër, se ne duhet trajnohemi para se ta marrim një punë. Allah e trajnon profetin e tij, Musën, me këtë lloj trajnime që të shkojë te diktatori faraoni t'ia paraqet mrekullitë e Allahut. Dhe kjo është vetëm një dimension shumë i vogël prej dobive të cilat mund t'i nxjerrim prej rastit të Musës a.s.